بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Elusmi Allahun e lartësuar që ne këtë bëj kabul gjitha ato ditë të cilat neve i kam kaluar nga Ramazani Mubarak, duke lutur ato që të na pranojë gjitha veprat tona këtë muaj Mubarak, e duke lutur Zotin që dalë me faqebardh nga ky muaj Mubarak Ramazanit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla uala shpjegimet që kanë të bëjnë me Ramazanin, ndërsa sot do flasim rreth disa dispozitave të cilat kanë të bëjnë me agjerusin. Fillimisht shtrohet pyetja kush e ka obligim agjerimin në muajin Mubarak të Ramazanit, kush e ka obligim me agjeru këtë muaj Mubarak, sepse Zoti xhalla xhalaluhu Ramazanin e ka dërguar në mënyrë që ta bëjë njeriu më të devotshëm, ta bëjë njeriu më të kfjallët, ta përgatit për takimin me Zotin e tij. Dhe ka shumë kategori të besimtarëve dhe të njerëzve të cilat janë të liruar nga ky muaj Mubarak, sepse Zoti xhallahu ala nuk don vështirësi nga robi. Por fillimisht, cilat janë kategoritë të cilat e kanë obligim agjerimin e muajit Mubarak të Ramazanit. E para dashur vëllezër është el muslim. Ai që ka obligim është muslimani. Sepse jo muslimani nuk e ka islamin për ta bërë obligim në muajin Mubarak të Ramazanit. Allah azza wa jall nuk e pranon prej tij, edhe në qoftë se agjeron për shkak se nuk e beson Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra, kusht për me pas obligueshmërinë në Ramazanit është veçanë musliman me thënë shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra arsye se jo muslimani nuk e ka themelin e besimit. I mungon themeli kryesor i besimit në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Për këtë Allah azza wa jall tha në Kur'anin famlar: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar. Pra Allah azza wa jall ju drejtohet besimtarëve: o ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim muaji i Ramazanit. Pra Allah azza wa jall nuk i drejtohet atyre: o ju të cilët nuk keni besuar, sepse ata një herë duhet me besu, pastaj për t'i rrok obligueshmëria e agjerimit Ramazanit. Mirë, po nuk do të thotë që nuk do të mirën në përgjithësi për lënien mangut të besimit dhe lënien mangut të obligimeve. Ulematë islamin thonë pa besimtarët të cilët nuk e besojnë Allah dhe të dërguarin e tij, do të dënohen në ditën e gjykimit për mosbesimin e tyre në Zotin, por edhe mos kryerjen e obligimeve të Zotit, sepse Islami ka zbrit për të gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Çdo obligim që ka pas Zoti e ka bërë për njerëzimin, se ka bërë vetëm për një njeri. Prandaj anashkalimi i obligimeve të Zotit mirët në përgjithësi ditën për dalme dhe dhënë llogari. Pra i pari kategori që ka obligim muajin e Ramazanit është muslimani. Çka është musliman? Çfarë do të musliman? Çfarë do të thotë Islam? Islam do të thotë al-istislamu lillah. Do të thotë mi u dorëzu Zotit xhalla xhalal. Mi u dorëzu Allahu të lartësuar në adhurim. Kjo është Islam, kjo është muslimani. Kjo do të thotë musliman. Musliman do të thotë mi u dorëzu Allahu të lartësuar në adhurim, në bindje. Mi u dorëzu rrugës se Allahu të lartësuar në adhurim dhe në bindje. Gjithçka që vjen prej Zotit duhet t'i dorëzohemi dhe t'i kryejmë obligimet e tij. Gjithçka që ndalohet nga ana e Zotit është në të mirën tonë dhe duhet të ndalohemi. Prandaj kjo është domethënia e Islamit dhe muslimanit. Prandaj ai i cili nuk është musliman, ai nuk ju ka dorëzuar Zoti xhallahu ala rrugës së tij, prandaj edhe zbret obligueshmëria e Ramazanit për të derisa ai ta beson Allahun dhe të dërguarin e tij, pastaj e rrok obligueshmëria e agjerimit, obligueshmëria e namazit, obligueshmëria e zakatit, e haxhit, obligueshmëria të gjitha obligimeve që neve na i ka bërë Zoti xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'u.
Allahu Jalla wa Ala thot për pabesimtarët, kulli alladhina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Thua jo Muhammed atyre të cilët nuk e besojnë Allah dhe të dërguarin e tij, në qoftë se kthehen në rrugën e drejtë, yughfar lahum. Allahu ja fal të gjitha gabimet e kaluara. Pra Islami i fal gabimet e kaluara, pendimi i fal gabimet e kaluara dhe nuk e kanë obligim pastaj të agjerojnë ajo që i ka kaluar. Për shembull, nëse një jo musliman bëhet musliman në gjysmë Ramazanit. Bëhet musliman në gjysmë Ramazanit. Nuk e ka obligim shpagimin e ditëve të cilat i kanë kaluar për arsye se Islami yughfar ma qad salaf, i fshin ato të cilat kanë kaluar të gjitha. Ja nisni dosje e re, Allah subhanahu ja pranon pendimin, nisni dosje e re për dallim nga muslimani i cili ka mundësi që ta prishë në ndonjë ditë të Ramazanit për arsye të ndryshme, e ka obligim shpagimin e tyre. Kategoria e dytë të dashur vëllezër, pra është muslimani që e para është muslimani që ka obligim, e dyta është arritja e moshës së pubertetit, bylyki, el baligh. Ai që ka obligim me agjëru Ramazanin, pra e para është me qenë musliman, pasi që të jetë musliman, e ka për obligim me arrit moshën e pubertetit. Mosha e pubertetit dashur vëllezër në Islam dallon nga ajo që ne e dimë sot. Sepse mosha e shtyrë në Islam është 15 vjeçare. Në moment që njeriu i bën 15 vjet ka hyrë në bylyk. Edhe nëse i mungojnë shenjat tjera të bylykit. Për shenjave të bylykit është dalë me spermatozoideve tek mashkulli dhe ardhja e ciklit menstrual të gjenia femërore. Ka mundësi që dhe moshën 12, 13, 14, 15, 16. Këto janë shenja të cilat tregojnë që ka hyrë në bylyk dhe e rrok lapsi. Në moment që njeriu hyn në bylyk dhe hyn në moshën e pubertetit, fillon lapsi me shkru për te, qoftë veprat e mira, qoftë veprat e liga. Fëmiu nuk e ka obligim, mirë po preferohet të filloj agjerimin në mënyrë që të kalitet me agjerimin e Ramazanit. Sepse shpesh ndodh që nëna tona nga dashuria që e kanë pas për neve, nuk na lëshin me agjeru si fëmijë, jo se kur të rritesh tani ai u rrit, të thonë hajtë se të rritesh u rrit me qatë mentalitet, edhe ma nuk e filloj me agjerimin, sepse fillimisht e ndaloni kur ishte fëmijë, derisa arriti moshën e pubertetit, kur arriti moshën e pubertetit, mos ja fillon hiç. Prandaj mos mundohemi ne me qenë më të mëshirshëm se Zoti xhella xhelaluhu. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë urdhëroni fëmijët e juaj me namaz kur t'i kanë 7 vjet. Edhe kërcënoni ka pak kur t'i bojnë 10 vjet. Pse? Në mënyrë që të kaliten, edhe pse nuk e ka obligim namazin, se ka obligim agjerimin, se ka obligim zakatin. Por çka të kalitet me obligimet e Zotit në mënyrë që kur të vjen mosha e pubertetit, ai më qenë i gatshëm për agjerim. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë rufi'a al-qalamu an 3. Lapsi nuk shkruan për 3 kategori njerëzve. Lapsi, me lajket nuk i shkruajnë veprat e 3 kategorive të njerëzve. Cilat janë ato? Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naim hatta yastayqidh. Ai që është në gjumë, lapsi nuk shkruan për ta. Veprimet që i bën njeriu në gjumë nuk miren tek Zoti xhalla wa ala, sepse ka mundësi që dikush më çu jarëm dhe bën ndonjë krim. Nuk miret parasysh te Zoti xhalla wa ala derisa të zgjohet veprimet e atij që është në gjumë. E dyta thot Resulullah, wa an saghiri hatta yakbur, edhe për fëmijën derisa të rritet, derisa arrijë moshën e pubertetit. Nuk shkruan lapsi për ta veprat e këqija, ndërsa veprat e mira shpërblehet për ta sipas shumicës së dietarëve të Islamit. Pastaj wa anil majnuni hatta yafiq. Edhe nuk shkruan lapsi për njeriu në çmendur derisa t'i kthehet mendja, Për këtë arsye të dashur vëllezër, pa kategoria e parë që e kanë obligim dhe bëhet obligim agjerimi i muajit Mubarak është muslimani, e dyta është baligh, është ai i cili e ka arrit moshën e pubertetit dhe thamë që si me ditë ne që njeriu e ka arrit moshën e pubertetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dalja e spermatozoidit tek mashkujt dhe ardhja e ciklit menstrual tek femrat ose arritja e moshës 15 vjeçare. Arritja e moshës 15 vjeçare tregon që e ka arrit njeriu moshën e pubertetit dhe e ka obligim të gjitha obligimet e Zotit xhalla xhalaluhu wa taqaddasat asma'u, ndërsa
medhebi Maliki, që është nga Imam Enes ibn Maliku, Malik ibn Anas rahimahullah thot mosha 18 vjeçare. Mirë po, kjo nuk është e saktë, edhe pse në këtë pikë krejt evropianët e kanë marrë në moshën 18 vjeçare nga fiqhu i Imam Malikut. Ku e kanë marrë evropianët që 18 vjet njeriu duhet me votu edhe hyn bëlëk edhe nuk e rrok ligjit deri në moshën 18 vjet? Ka e kanë marrë? E kanë marrën kur Bonaparte e ka pushtu Egjiptin, e ka marrë librën e Imam Malikut administratën islame, e ka dërgu në Francë, e ka përkthy, dhe shumica e ligjeve administrative në Francë pas revolucionit francez, e ka nga medhebi Maliki, nga medhebi Imam Malikut, të cilën e ka marrë në Egjipt, edhe një prej tyre ka qenë edhe mosha 18 vjeçare për të hyrë në bëlëk dhe për të hyrë në pubertet dhe për të rrok ligjit. Mirë po thamë që e sakta është që mosha 15 vjeçare është kufini i cili e bën dallimin mes atij që është në pubertet dhe atij që nuk është në pubertet. Prandaj Islami dashur vëllezër nuk është vetëm ligje, dënime, siç pretendohet nga njerëz të ndryshëm, nga orientalistët perëndimor dhe nga komunistët vendor që e pretendojnë Islamin që është vetëm ligje dënim. Jo, Islami është jetë, sistemi i jetës. Ligjet e dënimit në Islam janë 2%, vetë 2%. 98% e ligjit Zotit është në shërbim të njeriut, në shërbim të jetës së njeriut. Pra, ai i cili pra ka obligim agjërimin e muajit mubarak të Ramazanit është muslimani, pastaj është baligh, është ai i cili ka arritur moshën e pubertetit. Kategoria e tretë është el-aqil, sepse ka mundësi që njeriu të jetë musliman, të arrijë moshën e pubertetit, mirë po nuk është i mençur. Allahu xhalla wa ala nuk kërkon ibadet adhurim për njeriu që s'ka mendje. Pra, kategoria e tretë është njeriu i mençur. Allahu xhalla wa ala kërkon obligimet e tij nga njeriu që është musliman, nga njeriu që ka arritur moshën e pubertetit dhe nga njeriu që ka mendje, al-aqil. Sepse thamë në hadithi i kalueshëm e tregon të Allah azza wa jall nuk shkruan loftë se thotë për 3 person, një prej tyre është al-majnun hatta yafiq, i çmenduri derisa të fjellet. Pra i çmenduri se ka obligim agjërimin e Ramazanit, as se ka obligim namazin, për arsye se namazi, agjërimi, haxhi, ibadetet kanë nevojë për niyet, kanë nevojë me bën niyet. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë innamal a'malu binniyat, veprat shpërblen në bazë të niyetit, në bazë të qëllimit. Për çka na ardh në xhumë, shpërblehemi. A kem qëllimin që me kryen obligim të Zotit dhe kem obligim xhumon, apo na ardh se turma na ka pru. Për këtë shpërblehet njeriu në bazë të niyetit që ka. E i çmenduri nuk din me bën niyet, s'din çka niyeti, sepse s'ka mendje. Allahu nuk i kryen, nuk i kërkon obligimet e tij për atij që s'ka mendje. Por për atij që ka mendje është i mençur, me ditë çka është të bë. Ai që agjeron e din çka është të bë, që është agjëru për Zotin xhel xhelal. Ai që është i çmendur, ai edhe me agjeru nuk i pranohet tek Zoti xhel xhelal. Për arsye se nuk din çka është duke vepruar për këtë, edhe Allah azza wa jall i ka liruar nga të gjitha obligimet dhe siç e dim të dashur vëllezër, Allah azza wa jall ditën e gjykimit i sprovon ata të cilët nuk kanë pas mendje në dynjë, kur dalin para Zotit, ja dërgon pejgamberin aty për aty dhe i sprovon me besu Allahun ose mos me besu Zotin xhalla xhelalu, sepse Allah azza wa jall nuk i hen në hak askujt prej krijesave të tij, ja dërgon pejgamberin aty për aty në ditën e gjykimit, nëse e besojnë shpëtojnë, nëse nuk e besojnë nuk shpëtojnë. Pra Allah azza wa jall kërkon obligim për njeriu të mençur dhe jo për të çmendurit. As namazi, as agjërimi nuk janë obligim për të dhe nuk pranohen nga ta, qoftë edhe nëse vjen në xhami, nëse falet, nëse ndoshta agjeron me turmën, mirë po nuk ka mendje, Allah azza wa jall nuk e pranon. Mirë po është një kategori e njerëzve të cilët nuk janë të çmendur, po nuk janë të këfjallët në mendjet e tyre. Ulema e Islamit thonë, këta njerëz herë ndodh që të jenë mirë, ndodh që në periudhë kohore janë mirë, një periudhë kohore nuk janë mirë, domethënë i rroka ja lloj çmendurie. Pastaj nëse është ajo gjendje që janë mirë, kanë obligim domethënë agjërimin, mirë po kur i rrok gjendja traumatike e tyre, lirohen gjithashtu nga
nga obligimet e Zotit Gjalla Sha'nuhu wa Taqaddasat Ismuhu, për arsye se agjerimi është për ata të cilët kanë mendje dhe jo për ata të cilët nuk kanë mendje. Kategoria e katërt me radhë të dashur vëllezër që e kanë obligim agjerimin e Ramazanit është el qadir, ai që ka mundësi me agjeru. Sepse musliman mund me qenë njeriu, mund me qenë me arrit moshën e pubertetit, mund me qenë i mençur, por nuk ka mundësi agjerimin. Nuk ka mundësi agjerimin për shkak të moshës së shtyrë. E ka moshën shumë të shtyrë dhe nuk ka mundësi agjerimi për shkak të trajtesave mjekësore ose rrezikshmërisë së shëndetit. Ky njeri, domethënë lirohet nga agjerimi dhe nuk e ka obligim agjerimin nëse smundja e tij është e pasherueshme ose agjerimi i tij i bën dëm shëndetit të tij gjithmonë, ataj ky e ka për obligim pastaj shpagimin e muajit mubarak të Ramazanit me shujt ditore për 30 ditë të Ramazanit dhe Allah Azza wa Jall e liron nga obligueshmëria. Pra el qadir është ai i cili ka mundësi me agjeru Ramazanin, pra i ka të gjitha, i plotson kushtet dhe ka mundësi me agjeru Ramazanin. Dërsa ai që nuk ka mundësi, pra lirohet nga agjerimi i Ramazanit, përveç se nëse i kalon smundja dhe i kthehet shëndeti, atëherë ka obligim shpagimin e gjitha ditëve të cilat i kanë kaluar nga ajo të cilën ai nuk ka mund të agjerojë. Allah Azza wa Jall thotë fattaqullaha mastata'tum, friksojeni Allahut atë sa keni mundësi, friksojeni Zotit atë sa keni mundësi, sepse Allah Azza wa Jall nuk e ngarkon robën për te mundësive të tij. Allahu nuk e ngarkon robën për te mundësive të tij, por vetëm atë sa ka mundësi. Kategoria tjetër të dashur vëllezër që e kanë obligim agjerimin në muajin mubarak është el muqimu, ai që është venali, ai që është vendas, e ka obligim agjerimin e muajit mubarak të Ramazanit, pasi që i plotson të gjitha kushtet tjera, duke qenë musliman, duke qenë aqili, duke qenë i mençur, duke arrit moshën e pubertetit, duke pas mundësi. Pastaj kategoria e pesë është me qenë prej atyre njerëzve që nuk është musafir, po është vendalia, është duke qëndruar në vendin e tij. Për arsye se Allah Azza wa Jall thotë: "Wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatin min ayamin ukhra." Ai që është i smuar nga ana juve, fa 'iddatun min ayamin ukhra, aw ala safar, ose është në udhtim, atëherë ka të lejuar prishjen dhe i kompenzon ditët të cilat i kanë kaluar. Pra musafiri ose udhëtari i cili është duke udhëtuar në destinacione të largëta, jo me shku te i Prishtinë, ka thonë hoxha musafir dhe me prish Ramazan. Në Kosovë nuk prisht Ramazani kërkon. Hiç askon. Por çka? Kur ka destinacione të largëta dhe udhëtimi është halal. Ka mundësi që robi t'i lejohet me prish agjerimin dhe ta kompenzon në ditët në vazhdim. Për shembull, e merr udhëtimin për me shkuar në Gjermani në autobus dhe është lodhje, gjatë rrugës kur arrin destinacionin në mbi 85 km ose mbi 67 km e tutje, i lejohet prishja e agjerimit në mënyrë që pastaj të vazhdon rrugtimin e tij i qetë, derisa kur të shkon në vendin e tij të qëndrimit, ta kompenzon atë ditë mas Ramazanit, ose e ka obligim kompenzimin e asaj dite deri në Ramazanin tjetër. Pra fati kohor i kompenzimit është deri në Ramazanin tjetër. Nuk e ke obligim më njëherë, po mundesh me e kompenzu deri në Ramazanin tjetër, mirë po kompenzimi sa më shpejt është më i mirë, për shkak se njeriu nuk e din se sa do të jetojë në këtë dynjë dhe ka mundësi që shkon te Zoti me obligime dhe pastaj i obligon të tjerët me ia kryer obligimin e tij. Prandaj udhëtimi i cili është halal i lejohet dhe rrugë distanca të larta i lejohet prishja e agjerimit, nëse udhëtimi është haram. Ka me udhëtu për me mashtru dikon, ka me udhëtu për me vjedh, që është të dikush që agjeru edhe me vjedha, ka mundësi. Ose ka me udhëtu për me bën ndonjë tradhti, qoftë ajo kombëtare, qoftë ajo fetare, me mashtru popullin e vet ose mashtru dikën, ti fillimisht i ndalohet udhëtimi, ka haram me udhëtu. Po dhe nëse udhëton e ka haram të ndaluar me prishje agjerimin, për shkak se agjerimi prishet kur njeriu është udhëtar në çështje të halallit dhe jo në çështje të haramit. Dikush më mund të çelin me thonë çysh bëlla, mund të shku me bani tradhti dhe me kanë agjeruar, ka mundësi. Ka mundësi
me qenë i tillë. Tregohet në një historinë islame që ka pas plaçkitës të rrugëve dhe e kanë dalë një prej dietarëve islam me plaçkit, kur ka ardhur koha namazit, hajnë aty kanë thonë ti e hoxha jon, dili ma namaz tek në fal xhamat. Kanë çybe, ti edhe po më ndalim në plaçkit edhe më çit imam. Edhe në fund më vjet pasurina kanë thonë vallahi Allah hoxh. Allah na çështo jena po një derë me Allahin e lena çelën. Si mshel me këtë dyrt me Allahun. Një derë me Allahun gjithmonë e lena çel, e ajo është namazi. Hoxha pastaj bën dua për ta që Allah Azza wa Jall më mësu pendimin nga këtë gjuna. Dhe në vitin e vazhdim takohen në haxh në tavaf së bashku. Pra Allah Azza wa Jall ja ka pranuar pendimin dhe më kthy. Pra edhe pse kanë qenë njerëz që kanë pas gjuna, mirë po e kanë ditë që kanë më kthy te Zoti i tyre. Nuk i kanë mshel dyrt këtë me Zotin. Namazin e kanë fal. E namazi i tyre u bë shkak pastaj që Allah Azza wa Jall ja pranuar pendimin dhe u më largu nga gjërat e këqija. Prandaj njeriu mund me ndëgju gjëra të tilla, mirë po mos më u çudit për arsye se Islami i sheh të gjitha mundësitë që robit kthehet në rrugën e Zotit, edhe pse ka mundësi që të bën gabime dhe të bën gjëra, mirë po kur mos t'i mbyll dyrt me Zotin e tij, sepse Allah Azza wa Jall yaghfiru dhunuba jami'a. Pra kategoria tjetër është që ai i cili është muqim, është venali, dhe jo ai i cili është musafir që ka më thonë udhimin e tij të gjatë në destinacione dhe është në halal. Gjithashtu dashur vëllezër prej kategorive që lirohet nga xhenimi është njeriu i smuar. Njeriu i smuar. Allah Azza wa Jall thotë: "Faman kana minkum maridan", ai i cili nga ju është i smur ose është udhëtar, i kompenzon ditët të cilat i kanë kaluar. I smuri ndahet në 3 lloje. Njeriu i smur ndahet në 3 lloje. Lloji i parë është ai njeriu i cili është i smur, mirë po agjerimi nuk i bën dëm. Agjerimi nuk e mundon dhe nuk i bën dëm. E ka ndonjë smundje për shembull tension ose sheqerin, e që përkundrazi agjerimi ju ndihmon këtyre kategorive të njerëzve. Pra kush ka probleme me smundje sheqerit, Allah na ruaj smundje tensionit, agjerimi nuk i bën dëm, nuk e mundon, ky ka obligim me agjeru, nuk i lejohet me prish. Për arsye se agjerimi vetëm se i ndihmon në rrugtimin e tij, ja rregullon çështjen e uljen e sheqerit, uljen e tensionit në shumë raste. Kategoria e dytë të smurve janë ata të cilët e mundon agjerimi, po nuk i bën dëm. Kategoria e parë që as nuk e mundon, as nuk i bën dëm. Kategoria e dytë janë ata që e mundon agjerimin, mirë po nuk i bën dëm në shëndetin e tij. Ky ka obligim, po i lejohet me prish agjerimin. I lejohet. Kur themi lejohet, do të thonë ky vetëm agjeru ka sevapin. Me agjeru është më mirë për ta. Mirë po, në qoftë se ka vështirësi, shumë ta për shkak të smundjes, po nuk i bën dëm në smundjen e tij, i lejohet me kusht që në qoftë se shërohet me kompenzu ditët në vazhdim. Dhe kategoria e tretë janë ata njerëz të cilët e mundon shumë agjerimi dhe i bën dëm në shëndetin e tij për shkak të smundjeve. Ky e ka obligim me prish. Nuk i lejohet, e ka haram me agjeru. Pra një njeri i cili i bën dëm agjerimi dhe e mundon shumë agjerimi, sikurse njerëzit janë smund nga kanceri, Zoti na ruaj, janë me smundje të rana, Allah Azza wa Jall nuk ka nevojë për agjerimin e këtij njeriu. Nuk ka nevojë Zoti, është i mëshirshëm. Tham obligimet i lyp prej njerëzve që janë musliman, për njerëzve që janë të mençur, për njerëzve që kanë arrit moshën e pubertetit, për njerëzve që kanë mundësi, për njerëzve që janë venani, për njerëzve që nuk janë të smut, sepse Allah Azza wa Jall don këto kategori me i pastru në mënyrë shpirtërore dhe në mënyrë fizike. Ai që ka probleme fizike, ka probleme shëndetësore, ai pastaj nuk e ka obligim, sepse nuk shpresohet në shërimin e tij, ky njeri pra e kompenzon agjerimin e tij me shujt ditore gjatë 30 ditëve të Ramazanit. Dhe kategoria e fundit e përfundojmë dashur vëllezër, janë ato njerëz të cilët kanë pengesa për të arritur deri te agjerimi. Gjitha kushtet i plotësojnë, po pastaj kanë pengesa. E prej pengesave është sikurse që është për shembull shtatzania mund mi bë dëm dënjënore, gjithëdhënia e cila prap mund mi bë dëm nënës dhe fëmijët, dhe gruaja e cila i ka ciklin menstrual mujor, e ka të ndaluar agjerimin e muajit të mbarë të Ramazanit derisa të pastrohen dhe pastaj ta kompenzojnë ata pasi që të shkon Ramazani. Sa i përket gjithëdhënies dhe
nëna shtatzon, ajo mundet nëse ka mundësi me agjëru, s'prish punë kur gjë, është e preferuar, nuk prish punë asgjë, as nuk i bën dëm, mirë po nëse ka mundësi që t'i bëj dëm vetes saj dhe fëmijët, atëherë e kompenzon kur të kalon ajo periudhë me agjerim, e kompenzon me agjerim, nëse nuk ka mundësi me agjerim, atëherë me shujt ditore gjatë 30 ditëve të Ramazanit, për çdo ditë kanë shujt duke lutur Allahun azza wa xal që të na i bën të mundur agjerimin e këtij muaji mubarak të Ramazanit, dalmi faqe bardh nga ky muaj mubarak, duke qenë Allah azza wa xal i kënaqur me neve. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.